mendoj që jeni shumica, pa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Këtu pra, tash momentalisht jeni përpara kodrës Uhudit. Këtu do thot në vitin e 3 sipas hijretit, është zhvilluar një luftë mes ushtrisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mushrikëve. Edhe në këtë luftë do thot kanë pësue disfat shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë arsye se kanë ngue urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka thon urdhri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kanë marrë vesh ato që mushrikët po dojnë me sulmu Medinën. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë apo mbrojna qytetin mrena apo mbrojna për jashtë. Edhe shokët e tina kanë pas dy mendime. Sidomos ato trit kanë thonë jo këna me dalë me luftu jashtë atë qytetit. Qërë qyteti është atje, 7 km larg për këtuj. Kjo është do thotë 7 km larg për qytetit. Qëta e hemene qyteti a bashkuan për para konën jashtë atë qytetit. Ndërsa flesht kanë thonë jo këna me luftu mrena në qytet. Edhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë mendimin e trive. Edhe e ka përgatit një ushtri për 1.000 veta për me dalë me ardhë këtu. Edhe i ka përgatit 3 komandanta. E njënin për atëve komandantave a thonë një munafik, edhe qaj munafiki ju ka thonë atëve masi nuk në ngoj neve pejgamberi alayhis salam, na po nejna në qytet, nuk do na jashtë atë qytetit, se na ndihmojnë edhe gratë dhe fëmijë, do thot luftë. E këtu do thot vinë veç 2 grupa, 750 veta, ndërsa 350 veta nalën, do thot, në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është gabimi i parë, çka u bëhe. Gabimi i dytë çka u bëhe, që shpoj shiftin që të kodrën ku janë njerëzit atje në alë, apo shiftin, kjo është Gjebel Romat. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vënë 50 shigjetar. Edhe ju ka thonë atënve me konë që ju e shiftin që edhe sorrat janë të na një hangër mishin, ju mos e shloni kodrën. Për shka mos me shlu kodrën? Se piqa gjenatit shifët mirë që kjo lugina qëto. Shka pe shiftin shka në të hecë ujë këto. Hajtë pe shiftin qëtë luginën? Ama nëse je poshtë, këtë luginën nuk e shef heqë. Edhe ato shigjetat e kanë pasë për qëllim me ruj qëtë luginën. Edhe masanena, grupa tjetër e muslimanve, a konë mes qësaj kodrës edhe asaj kodrës a gje. Dhe thotë ku a gjamia faktikisht. A pe shiftin ku gjamia ku ashtë? Dhe thot akonën, qati. Edhe janë në rinitën këtë ato 700 veta qëti, ndërsa mushrik janë konën që të ku janë autobuzat. Edhe kanë bon sulm, edhe mushrik, edhe musliman. Edhe në betejën e parë kanë fitu musliman. Edhe kur kanë fitu musliman, këto shka janë konë kodrë, ka thonë alhamdulillah, fitu, edhe kanë shlu kodrën. Kur e kanë shlu kodrën, kanë hinje dhe thot, më bashkan gjitë me musliman tjerë dhe me morën për plashkës luftës, atje për mas ka qenë Khalid ibn Velidi. Khalid ibn Velidi atëherë hala se ka pranu islamin. E atina që kjo i ka interesu. Mësë me pas kërkush këtu në kodër, atëherë ka që kjo lugina, ka ardhë me kall, edhe ju ka dalë muslimanve mas shpinës. E kër ju ka dalë muslimanve mas shpinës, i kanë futën midis. Ato për para këto për mas, edhe atëherë dhe thot ja kanë nisën me hub betejën musliman. Për fat keq. E kur ja kanë nisë me hupën betejën, atëherë janë tërhekën ka qaj mali që dje për pjetë. Janë tërhekën ka qaj mali për pjetë edhe sa kanë mujtë me vrapin muslimanëve me prej, kanë vra e kanë prej. Mesin e që atinve që e kanë vra e kanë prej, dhe thot është migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Hamza. Edhe është Mus'ab ibn Umejri. Edhe Mus'ab ibn Umejri është mësuesi i parë i Kuranit që ka ardhur në Medinë. Edhe Hamza është, do thot, migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj kur i ka vorros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka qitë ato divore pak ma përpara, ndërsa 70 qerpi shehidave i ka vënue ma mas. Ashtu që këto është mirë me ardhë, me vizitu këtë vend, edhe me ju dhonë selam kujna, do thot, shehidave, të cilët kanë ra, do thot, në kodrën e Uhudit, kanë ra shehid. Edhe i thot, Esselamu alaikum, dara kaumin minal mu'minin, entum as-sabikune,
wa nahnu lahikun. Nasallallahu lana wa lakum al-afwa wal-afia. Çka do të thonë, selami i Allahut qoftë mbi juve o banorët e këtyre shtëpive. Ju keni shku përpara neve, na kena me ardh mas juve, lusim për ju edhe për neve që Allahu dhul xhelal më na i fal gabimet. Do thotë që kjo është vetë sevapi çka duhet me bë këtu. Faktikisht me shku edhe me dhon selam vorreve apo shehidve, ndërsa gjona tjera do thotë s'ka dani namaz, nuk ka dani do special, dani lutje tjetër. E kjo do thotë këtë ka ndodhur çet vend. Për këtë arsye pra atëherë më vonë disa pi sahabëve e kanë mori nati Uhudin se kanë hub këto normal, edhe ka qenë i plagos këto këtë vend edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por kur akthi një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi luftës të Bukit, i ka rregullu ushtrinë këto edhe ju ka thonë hadha Jabal Uhud. Kjo thotë është kodra e Uhudit. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kjo është një kodër që na don neve edhe na e dojna ata. Do thotë kjo është një kodër që i don musliman. Edhe është një kodër që Allahu dhul xhelal e ka përmend në për shumë hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e një ndër hadithet që praktikohet shumë, çaj njeri i cili afal namazin e xhenazës, një vllaut vet apo një motrës vete muslimane, e ka se vapin sa kjo kodër. Çka po shifni? Kjo kodër thotë nuk ka vetë çdo, po vazhdon hala të poshtë 8 kilometra është e gjatë, 4 kilometra e gjatë, 1100 metra është e lartë. Që kaq e ki se vapin nëse një vllaut vet ja fal muslimanin. Sikur me pasdhan sadaka me altan. Inshallah Allahu dhul xhelal ju shpërblen. Edhe do thotë është kodër çka është e përmend në për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe inshallah kjo kodër ka më kanë nderën e xhenetit. Keni rastin me pa të thotë një kodër çka keni me pa nderën e xhenetit. Allahu dhul xhelal ju shpërbleft inshallah të gjithë. Unë s'po me morë pak kohë ma tepër për juve, për ata sy se ndoshta edhe na si vonë, shkojnë a japin selam dhe thotë shehidave, edhe pastaj kthehemi te autobusi edhe vazhdojnë rrugën tonë për hotel. Të shku inshallah vizitojnë